Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në medresen Alaudin. I nderuari kryetari kryesisë Bashkësisë Islame të Kosovës, Doktor Efendi Rexheboja. I nderuari kryetari Kuvendit Parlamentit të Kosovës, Zotri Nexhat Daci. I nderuari Ministër për Arsim, Shkencë dhe Teknologji. Të nderuar përfaqësues të gjitha institucioneve. Nderuar kryetari i Komunës së Prishtinës. Të nderuar përfaqësues kryetar të partive politike të Kosovës. Të nderuar përjatar të arsimit në nivel komunal, drejtor të shkollave të mesme, përfaqësues të TMK-s, të SHPK-s, udhëheqësit e këshillave të Bashkësive Islame të Kosovës, mysafirët nga Republika e Maqedonisë, të gjitha mediat, të gjithë përfaqësues e çdo institucioni apo asociacioni që unë ndoshta edhe nuk po i shoh të gjithë, edhe njëherë ju falenderoj për përgjigjet të ftesës dhe Zot ju shpërbleft për mundin që keni dhënë dhe jeni të mirë se ardhur në medrese. Andaj më lejoni që me pak fjalë t'ju drejtohem me rastin e kësaj kremteje me 50 vjetorin e themelimit të medreses Alaudin. Të nderuar të pranishëm, Allahu Gjellëshanu thot, lexo në emër të Allahut i cili krijoi çdo gjë. Mirë po edhe i dërguari i fundit Muhamedi alayhis salam thot, kërkimi i diturisë është obligim parsor i çdo muslimani dhe muslimaneje. Fillet e aktivitetit islam në trojet shqiptare datojnë që nga vitet e para të ardhjes së Osmanlive në trojet tona dhe pranimit të islamit. Aty zëfillë dhe dëshira për organizimin e arsimit islam. U ngritën shkollat e arsimit fillor, apo siç i quajtëm ne mejtepet, dhe mbi këtë bazë filluan ngritjet e shkollave të mesme medreset. Cikli ullët i mësimeve në përmejtepe kryesisht 63 vjet, e ndryshe quheshin edhe rushdije, kurse ato të karakterit të shkollës fillore quheshin ibtidaije. Në mejtepet e trojeve shqiptare që mbetën në administrimin e Jugosllavisë dhe Greqisë, nuk lejoi mësimin në gjuhën shqipe. Mejtepe që funksiononin pranë xhamive në zonat e Çamërisë, si në Margëllish, Paramishin, Konic, Janin e tjerë, u mbyllën dhe pas luftës ballkanike nuk funksionuan më. Në Shqipërinë e kufive të vitit 1913, e me zgjerimin e rrjetit arsimor shtetëror, ushtrua edhe çështja e përfshirjes së mësimit të fesë lëndë veçantë në shkolla. Kjo bëri që edhe rëndësia e hapjes dhe vazhdimit të mejtepeve të bie. Në çarekun e parë të shekullit 20 në Shqipëri kanë qenë të njohura mejtepet e Shkodrës, siç janë ato të Mollamedos dhe të Mollafaslis. Sipas dokumenteve turke, mejtepet deri në vitin 1912 në territoret shqiptare qenë mjaft të përhapura, si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Maltëzi. Si organet e pushtetit të Serbisë, po ashtu edhe ata të Knjaz Nikollës në Maltëzi, nuk i shihnin me sy të mirë këto lloj shkollash, nga se fryma patriotike dhe dashje e hoxhallarëve dhe mësuesve të këtyre mejtepeve reflektohet tek nxënësit dhe tek masa e popullit. Ishte ky shkaku që mali i zi zyrtarisht të urdhëronte mbylljen e mejtepeve. Edhe në Shkup ose u hapen 25 mejtepe, erdhi vendimi nga Ministria e Arsimit e atbotshme se hapja mejtepeve është në kundërshtim me ligjin e arsimit dhe me urdhër për mbylljen e tyre më 1931. Edhe përkundër
presionit qeveritar dhe vështërsive materiale, një numër i konsiderueshëm i këtyre shkollave mejtepeve arritën të mbijetonin dhe të vazhdonin punën edhe më tej. Vetëm në Prishtinë me rrethin deri në vitin 1936 kishte 33 shkolla mejtepe me rreth 1413 nxënës. Në Mitrovic kishte 13 shkolla të tilla dhe po aq kishte edhe rrethi i Vushtrrisë. Prej vitit 1932 deri më 1938, edhe në rrethin e Gjakovës u hapen mjaft mejtepe. Sipas disa të dhënave planifikohej që në vitin 1938 në Kosovë të hapeshin edhe 80 mejtepe të tilla për mësimin e bazave fetare. Po realizimi i këtij plani hasi në vështirësi, me që qeverita asaj kohe shihnin të mësuesit e këtyre shkollave kuadro që kishin ndikim të masat e gjëra dhe nuk thyeshin para ligjeve të pushtetmbajtësve. Arsye tjetër ishte edhe fakti i pamohueshëm se në këto fidanishte të arsimit mësohej në gjuhën shqipe, ku njëherësh kultivohej edhe dashuria dhe forcohej rezistenca ndaj pushtuesve serb, maqedonas, malezias, grek e tjerë, të cilët ende ishin të gatshëm për glabërimin e më të tjeshëm të etnisë shqiptare. Pas luftës së dytë botërore sa u përket institucioneve arsimore fetare, ka një larmi të madhe. Në Shqipëri mejtepet edhe mësimi i besimit për një kohë të shkurtër funksionoi, por vendimet e mëvonshme të Partisë Komuniste Shqiptare, të bazuara në Kushtetutën famkeqe të Shqipërisë, bëri që rrjeti i tyre të vinte gjithnjë duke u ngushtuar, derisa në vitin 67-68 u mbyllen të gjitha medreset dhe xhamit. Për shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi, Presheve Bujanovc, edhe pse mësimi fetar nuk u favorizua por u luftua me metoda perfide, falë këmbgulësisë së hoxhallarëve, disa medrese dhe mejtepe vazhduan punën ku më shumë e ku më pak. Shumë nga hoxhallarët për këtë aktivitet u burgosen, u rrahen dhe u maltretuan. Arsimimi i mesëm në Kosovë. Medreset u ngritën mbi bazën e mejtepeve. Disa medrese kanë pasur edhe elemente të arsimit të lartë teologjik islam. Programet e medreseve përfshinin lëndet fetare, humane e shkencore. Medreset si institucione fetare, arsimore, kulturore dhe edukative, shërbyen si vatra të arsimit dhe të edukimit të brezit të ri. Shqiptarët të etshëm për dije pritën me ngazëllim hapjen e këtyre shkollave, sepse në këto shkolla ata pan mundësinë për të arsimuar, me që në to krahas lëndëve fetare mësoheshin edhe ato shkencore. Ngritja e këtyre medreseve në përqenda të ndryshme si në Shkup, Prizren, Shkodër, Elbasan, Berat, Vlorë, Janin, Gjakov, Prishtinë, Ulqin, Preshev e tjerë, faktohen nga të dhëna të shumta. Njën nga medreset më të vjetra dhe më me tradit në Ballkan ishte ajo Isa Beut në Shkup, e cili ishte themeluar më 1440, edhe sot mban emrin e themeluesit të saj. Kjo medrese ishte shkatëruar disa herë nga pushtuesit austro-hungarez dhe ata slav, ndërsa me 15-10-14 ajo me përpjekjet maksimale të krerëve të Bashkësisë Islame në Maqedoni është rihapur dhe vazhdon rritën dhe traditën qindra vjeçare. Tradita e aktivitetit arsimor fetar islam në Kosovë është e vjetër mbi 6 shekullore. Ky aktivitet fillon që nga ditët e para e shtrirjes së pushtetit osman në këtë pjesë të Ballkanit, ku krahas procesit të përqafimit të fesë islame në Kosovë, fillon edhe procesi për hapjes së qytetërimit islam. Natyrisht me këtë qytetërim i cili pa drejtësisht është kontestuar nga shumë intelektual tanë, edhe sot e kësaj dite kontestohet, vjen në shprehje edhe arsimimi fetaro-islam si kompetent e këtij qytetërimi. Si rrjedhimi i kësaj në Kosovë, fillojnë të themelohen institucione të karakterit të mesëm arsimor. Në Prizren ka mesi i shekullit 16 themelohet medreseja Mehmet Pashës, si shkollë e lartë fetare, e cila ka luajtur një rol të madh në jetën kulturore arsimore të shqiptarëve anë kënd Kosovës. Në shekullin e 17, medrese ka patur gati në të gjitha qytetet e Kosovës. Kështu me 1874, Prishtina, pastaj Gjakova, Peja, Vushtria, Gjilani, Mitrovica e më vonë edhe Ferizaj kishte medrese. Ndërma aktivet që ajo e Prishtinës e quajtur medreseja Pirinazit, pastaj atik medreseja në Gjilan, e cila funksionoi që nga gjysma e shekullit të 19 deri në vitin 1944. Pa dyshim ndër medreset më zënë tokat shqiptare ishte edhe medreseja e madhe e Gjakovës, e cila sipas disa të dhëna u themelua me 1750. Medreseja vazhdon punën deri më 1930, kur me urdhër të posaçëm nga shteti ajo mbyllet
Fatin e kësaj medreseje patën të gjitha medreset pas luftës së dytë botërore dhe pas ardhes në pushtet të Partisë Komuniste. Medreseja e Ult Alaudin në Prishtinë. Pas luftës së dytë botërore, kur udhëheqësia atëhershme komuniste mbylli të gjitha medreset, populli shqiptar nuk ishte ku të edukonte brezin e ri në mësimet fetare. Ulemaja shqiptare duke qenë e vetëdijshme se nëpërmjet arsimimit fetar krijohet edhe vetëdia fetare e besimtarit. Përkundër vështërsive që ushtronte sistemi ekzistues, u angazhua me përkushtim që të bënte konstruimin e një bashkësie fetare, e cila do të mirte përsi për normalizimin e jetës fetare në Kosovë. Kështu me 20 gusht të vitit 1947 u bë konstituimi i kryesisë së Bashkisë Islame, ndërsa me 1 janar të vitit 1948 filloi punën me selin në Prishtinë. Kryetari i parë zgjedhet Efendi Bajram Agani. Kryesia atëhershme e në veçanti kryetari i saj Bajram Efendi Agani detyrë parsore kishin studimin e mundësisë së hapjes së një medreseje ku mësimi do të zhvillohej në gjuhën shqipe, në mënyrë që të rinjët tanë të kishin mundësi të mësonin për islamin fenë e tyre në gjuhën amtare. Hafiz Bajram Agani ishte një personalitet që edhe sot me plot respekt e pietet përmendet. Ishte një njeri me kulturë të gjerë. Kontributi i tij më i madh është hapja e medresesë Alaudin në Prishtinë. Mësimet në këtë shkollë do t'i ndihnin nxënës nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Sanxhaku, Presheva, Medvegja e Bujanovci e tjerë. Kryesia e Bashkisë Islame me selin në Prishtinë, pas një analizë të shumtë, mori vendimin e saj më të guximshëm fetar, historik e kombëtar për hapjen e medresesë. Pas kërkesës me shkrim nga ana e Kryesisë Bashkisë Islame drejtuar organeve kompetente të asaj kohe, dhe pas një shqyrtimi me anë të aktvendimit numër 1207 për 50 të datës 9 tetor 1950, u dha leja nga organet kompetente për arsim atëherë të krahinës autonome të Kosovës. Medreseja duhej të fillonte punën në Pej, por në mungesë të lokacionit të përshtatshëm, ajo fillon punën në Prishtinë me 1 nëntor të vitit 1951. Drejtori i parë i kësaj shkolle ishte Muderris Ahmet Efendi Mustafa nga Mitrovica, i cili mbajti edhe orën e parë nga lëndë e Kur'anit me 1 nëntor të vitit 1951. Kjo ishte medreseja e parë në të gjitha trojet shqiptare që u hap pas luftës së dytë botërore, dhe mësimi zhvilloi vetëm në gjuhën shqipe. Ishte shkollë me internat, ku mësimet i ndihnin nxënës pothuajse nga të gjitha trojet shqiptare. Ishte shkollë e ciklit të Ult, apo siç e quanin medreseja Ult. Në vitin e parë shkollor 51-52 u regjistruan 47 nxënës. 17 prej tyre arritën në klasën e 4. Mësimi dhe administrimi zhvillohej mbi bazën e një rregulloreje të posaçme që përfshinte 147 nene. Pas përfundimit të mësimit në medresen e Ult, nxënësit vazhdonin mësimet e shkollës së mesme në përqendra tjera si Sarajev, në medresen Gazi Uzërbek, ndërsa një numër tjetër vazhdonte në për shkolla të tjera si në gjimnaze, shkolla normale, ekonomike e tjerë. Medreseja e mesme Alaudin. Në shtator të vitit 62, medreseja Alaudin nis punën e saj arsimore edukative, por tani si shkollë mesme. Gjenerata e parë regjistrohet në vitin 62-63, derisa për dallim nga medreseja Ulët, mësimi do të vazhdonte 5 vjet. Rregullore në bazë të së cilës zhvillohej mësimi precizonte se mësimi duhet të zhvillohet në gjuhën shqipe. Në atë kohë ende ishte shkolla e vetme fetare në botë ku mësimi zhvillohej në gjuhën shqipe. Në plan programin simor të medresesë u bën disa ndryshime në mënyrë që krahas rritjes së saj të bëheshin përpjekje për reduktimin e mësimeve në 4 vjet. Dhe me 1983, duke mbështetur në faktin se të gjitha shkollat e mesme ishin 4 vjeçare, u mor vendimi nga Kryesia e Bashkisë Islame për reduktimin e mësimeve në 4 vjet. Gjatë këtyre 50 vjetëve të veprimtarisë së medresesë Alaudin në Prishtinë, diplomuan 1800 nxënës të aftësuar për shërbime profesionale në institucionet e Bashkisë Islame, në mbar trojet shqiptare. Natyrisht, duke mos haruar faktin se nxënësit të cilët morën diplomën në këtë medrese ishin nga Kosova, Sanxhaku, Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja, Bujanovci, Shqipëria, por edhe nga Bosna e Hercegovina. Shumica atyre që morën diplomën e medresesë vazhduan studimet e mëtutjeshme, edhe në shkenca të ndryshme në përqendra universitare si në Prishtinë, Sarajev, Beograd, Kairo, Bagdad, Tripoli, Medinë, Riyadh, Khartoum, Damask, Amman, Tunis, Yemen, Kuwait, Emiratet e Bashkuara Arabe,
Stamboll, Ankara, Washington, Kuala Lumpur, Brunei, Paris, Rumani, Gjermani, Pakistan e vende tjera. Sot këta nxënës të dikushëm të kësaj vatre të arsimit, i gjejmë në për detyra të ndryshme. Shumë prej tyre janë angazhuar në përbashkësit islame të trojeve tone etnike. I hasim si teolog, profesor universiteti, jurist, inxhinier, mjek, mësues në punës administrativ, në për shkolla e fabrika, në për arkiva e biblioteka, në TMK, SHPK, e vendet të tjera, por gjithherë me krenarinë e tyre se ishin ndikuar nxënës të kësaj vatre të arsimit. Ky sukses i madh dhe kjo veprimtari e bujshme e kësaj shkolle kryuan mundësinë e zgjerimit të medresesë dhe shtimin e numrit të nxënësve. Në 1993 u hap paralelja medresesë në Prizren, kurse në 1994 në Gjilan, ndërsa me 17 maj 1997 me propozimin e kryesisë së Bashkisë Islame, Kuvandi i Bashkisë Islame të Kosovës mori vendim për herë të parë të hapen edhe paralelet e vajzave, një në Prishtinë e tjetër në Prizren. Sot numri i përgjithshëm i nxënësve është afër 700. Rritën famën dhe për kujdesën e vazhdueshme për funksionimin normal të kësaj shkolle, e barti kryesia e Bashkisë Islame, profesor të nderuar, personeli i medresesë, natyrisht një kontribut të veçantë kanë dhënë edhe drejtorët e saj, si Ahmet Mustafa, Bajram Agani, Muharrem Adili, Ismail Hakiu, Rashid Osmani, Shemsi Saliu, Sharif Ahmeti, Resul Rexhepi, Qazim Qazimi dhe Naim Tërnava. Kontributi i medresesë gjatë viteve 89-2000 nuk është e tepër të potencohet fakti se fati i medresesë Alaudin vazhdimisht ishte i lidhur ngushtë me fatin e popullit të Kosovës. Ajo gjithmonë frymoi me popullin, e kjo mori vlerën sidomos në periudhën 89-99. Me veprimtarinë e saj të suksesshme medreseja Alaudin u bë simbol i rezistencës shqiptare. Me aktivitetet e saj të gjithë mbashme në të gjitha format e mundshme, ofroi kontribut maksimal për fitoren së synim parsor i Kosovës. Vitet 80 dhe fillimi i viteve 90 do të shënojnë përballjen legale të Kosovës me kryqëzatën gjithë jugoslave. Kjo përballje do të shpije në zhbërjen me forcë të gjitha institucioneve legale që ishin në Kosovë, duke filluar prej organeve më të larta e deri në shkatërrimin e qerdheve të fëmijëve. Pikërisht në marsin e vitit 1989, kur studentët shqiptar dhunshëm largohen nga konviktet e tyre, do të jetë medreseja Alaudin në Prishtinë, ajo që do t'i strehonte bijtë e vet për vite me radhë. Po në këtë vit medreseja dha edhe dy dëshmorët e saj, Mustaf Veselin dhe Muhamet Biçkun. Kështu ky institucion fetar me ndjenjën e thellë islame dhe adhetare, po hyn të guximshëm në historinë e re kombëtare, si tempulli i besimit në Zotin dhe lirinë e kombit shqiptar. Që këtu e tutje medreseja vërtet do të bëj një fortesë, një kështjellë e pathyeshme në sy të armikut, pavarësisht stohive të cilat rrahen. Ajo qëndroi stoike dhe e pathyer. Në zemrën e çdo shqiptari ishte ngulitur emri medrese, si simbol i rezistencës dhe me ëndje shqiptonin të gjithë, nga se ajo ishte bërë alfa dhe omega të gjitha aktiviteteve politike, sindikaliste, artistike dhe arsimore në nivel të Republikës së Kosovës. Medreseja Alaudin në Prishtinë gjatë viteve 89-99 vërtet hapi zemrën, hapi dyert e saja, duke ofruar përzemërsi, bujari dhe pritje për kujdesje vllazërore, për të gjitha ata që ja kishin vënë vetes detyrim çlirimin e Kosovës. Të shtyrë nga ndjenja e thellë islame ka litur në zemrën dhe shpirtin e personelit të medresesë dhe të nxënësve të saj. U ofrua ndihmë e pakursyer shumë institucioneve të Republikës së Kosovës, si Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Institutit Albanologjik, Institutit të Historisë, Ministrisë së Arsimit, Bashkimit të Pavarur të Sindikatave të Kosovës, partive politike dhe shumë asociacioneve të tjera në nivel të Republikës së Kosovës. Të nderuar të pranishëm, këtu në këtë amfiteatër ku ju jeni të ulur sonte, gjatë këtij 10 vjet që u mbajten aktivitete të shumta me karaktere të ndryshme, me qëllim të ndihmes dhe qëndresës shqiptare ndaj dhunës që ushtrohej ndaj popullit të Kosovës. Këtu kaluan edhe kokat më të ndritura të ditura të kombit tonë. Jo vetëm nga Kosova, por edhe nga pjesët tjera të trojeve tona etnike. Në këtë amfiteatër u mbajten 1230 tubime, duke filluar nga kongrese të ndryshme, seminare, sesione shkencore,
po thuaj se të gjitha partitë politike mbajtën kuvendet e themelimit të tyre në medrese. Si dhe kuvendet të shumta zgjedhore, Ministria e Arsimit e Kosovës në këtë 10 vjeç pothuajse zën vend të posaçëm, nga se një pjesë të madhe të aktivitetit të vet e zhvilloi mu në medrese. U mbajtën shumë manifestime përvjetore, drama, koncerte, gara sportive të nivelit republikan, pastaj recitalet të shumta në nivel të Kosovës e me gjë. Promovime të shumë librave të ndryshëm, mbrojtje të temave të doktoranturës, magjistraturës, mbrojtje temash në nivelet të fakulteteve, pastaj u shfaqen shumë filma për dhunën e cila ushtrohej në Kosovë e tjerë. Pra në medrese kalite ndjenja dhe gatishmëria për të ballafaquar me të gjitha sfidat që do t'i përjetonte populli ynë. Në medrese ishin bërë të gjitha përgatitjet për konstruimin e parlamentit të Kosovës, më 23 qershor të vitit 1992. Por forcat serbe me tankë se okupuan 3 ditë rresht medresen. Vlen të potencohet se nuk ishte e lehtë për medresen dhe personelin dhe udhëheqësit e saj të bëjnë një punë kaq madhore, por dëshira dhe vullneti i madh bëri që tërë ata të jenë të gatshëm të përballen me të gjitha ato vështirësi të asaj kohe. Të nderuar mysafir, të nderuar të pranishëm. Shpërthimi i luftës frontale në Kosovë. Medresen do ta gjejë të përgatitur me shumë aktivistë të saj në terren, si në strehimin e tyre nëpërmjet Këshillit të Emergjencës së Bashkisë Islame, ashtu edhe në ofrimin e ushqimit dhe veshëmbathjes. Shumë aktivistë dhe nxënës të saj do t'i gjejmë të rrahur, të burgosur e të vrarë nga dora kriminale serbe. 87 nxënës ju bashkëngjitur në radhave të UÇK-s, ku 14 prej tyre ranë shahid dëshmor. Allahu xhalleshanuhu që të gjithë i shpërbleft me xhennet. Edhe gjatë tyre 2 viteve të luftës, shumë të dëbuar forcërisht nga vatrat e luftës, do të gjejnë strehim të përkohshëm në medrese. Këtu gjetën kafshatën e gojës, vendin e strehimit, për kujdesin mjekësore në ambulancën e medreses, në bashkëpunim me mjekët e zonave të luftës dhe kryqin e kuq të Kosovës. Shumë prej tyre do të gjejnë shërim të shpejtë. Aktivistët e medreses në terren sollen këtu edhe shumë ushtarë të plagosur. Në ambulancën tonë bën edhe shumë intervenime urgjente mjekësore. Tash, pas përfundimit të luftës, medreseja frymon më lehtë e më lirshëm. Ashtu si që frymon më lehtë çdo plëmb e tokës së Kosovës. Të nderuar të pranishëm, ky ishte një historik i shkurtër, por i bujshëm i medreses Alaudin. Të gjitha këto sakrifisa dhe punë të bëra ishin pa dyshim obligim moral fetar adhetar ndaj këtij populli, i cili na mban, por nga ju dhe nga të gjitha institucionet e Kosovës. Kërkojmë që medreseja të mos bie në harres, por vazhdimisht të jetë në mendje dhe zemrët tuaja, ashtu siç jeni ju për herë të mirë se ardhur në këtë mes. Sot medreseja Alaudin është antare e familjes së madhe të shkollave të mesme, me pozitën e njëjtë që gëzojnë të gjitha shkollat tjera në Kosovë, këto fal Ministrisë së Arsimit të Kosovës. Medreseja është duke vazhduar rrugën dhe traditën e medresesë së Mehmet Pashës së Prizrenit, ku me 1887 u mbajt edhe lidhja shqiptare e Prizrenit. Ju falenderoj.